shqiptare kur ne e kemi parajsen e kësaj bote, e kemi vendin tonë ku mujna me kry pushimet tona. Shpeshherë njerëzit i promovojnë edhe ato mungesat e tyre që ata i kanë, edhe kur dalin një vend tjetër që se kanë pa, ju pëlqejnë ndoshta çaq shumë edhe mundohen që më ju tregu gjithë se ku janë. I plotësojnë ato mungesat që i kanë pas përpara. Unë asnjëherë që 12 vjet i merrem në rrjetet sociale, edhe jam një farë influenceri më me qujt veten, nuk kum promovu vende tjera, nuk kum promovu ushqime tjera, nuk kum promovu gjona vende tjera, edhe pse ofertat i kum pas marramendse. Por asnjëherë nuk kum dalë pi vetvetes tem, sepse kum menu që domi është më i madh se përfitimi jam personal. Kështu që okej, çdo njeri ka mendimin e vet, këtë në rregull, mirë po njëm kundër kësaj dukurie që me i promovu vendet e tjera, produktet e tjera, tu kanë me i promovu ato vendore, qoftë edhe me të përgjithshmëri të çmimi, qoftë edhe kanë njëherë fal, nuk ka dert hiç, se në fund të ditës jem të përfitu peqit i vendit, edhe për kësaj toke që na ka bë, edhe për këtyre njerëzve që na dhojnë dashnëri çdo ditë. Dafina, pat një përgjigje? Për shembull, unë nuk